Mirë se erdhe Ardeta, shumë kënaqësi të kemi në podcastin Shkëndi. Të dashur dëgjues, shikues, kam kënaqësinë sot të mirëpres Ardeta Koçi. Ajo është një profesioniste me eksperiencë të gjatë mbi 10 vjeçare në fushën e ushqimit, të mikpritjes, themeluese e Food Lovers, e cili është një koncept inovator, sjell së bashku gatimin, përvojën në grup dhe atë shkëmbimin social, po në të njëjtën kohë edhe atë që ne quajmë storytelling, apo të tregojmë histori. Ky është një program shumë inovator që Ardeta ka sjell, por ajo e ka nisur mbi 12 vite më parë me shoqatën që ka patur të bëjë me ushqimin dhe mirëqenien, e cila ka qenë eksakt lidhur me formimin e profesionistëve të rinj të ushqimit, si dhe me eksperjenca dhe përvoja në programe mediatike apo evente që kanë të bëjnë me promovimin e ushqimit, promovimin e mirëqenies dhe në të njëjtën kohë lidhjen e, siç e kuptova unë, të sektorit privat, mediave dhe audiencës për të kuptuar më mirë dhe për të patur një përqasje të re, ndryshe lidhur me ushqimin. Ardeta Koçi, unë do doja të pyesja sërish mbase një profil për veten tuaj, por edhe në veçanti si lindi kjo ideja e Food Lovers. Ne jemi shumë kurioz të kuptojmë ku ka qenë Shkëndia e parë dhe ku ajo Shkëndia ka marrë atë dritën dhe vëmendjen tënde. Jetona, mirë se të gjeta. Faleminderit për ftesën dhe për hapësirën që jep dhe bizneseve të reja, siç është dhe Food Lovers në fakt. Edhe pse unë nuk jam dhe aq e re më në sektor, bëra vite, edhe vitet ikin kështu pa e kuptuar. Food Lovers erdhi si një derivat i shoqatës ushqimit e mirëqenies, si asaj çfarë unë bëja më përpara në trajnimin e formimit profesional të sektorit, të rinjve të sektorit, të cilët tani nuk janë më të rinj, po janë shefat mirëfillt sepse kanë kaluar 10 vite në përkuzhinat mirëfillta. Dhe për këtë më vjen mirë dhe ndjehem mirë që kemi dhënë goxha kontribut që ato vërtet të marrin një profesion dhe të jenë të aftë, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë, në konkurse ndërkombëtare që ne kemi bërë pafund, në një konkurs prapë ndërkombëtar që ne e zhvilluam, e krijuam nga zero, i cili quhet Gastro Alb. Thjesht për informacion kjo, ku merrnin pjesë shumë konkurrentë huaj dhe shqiptarë në të njëjtën kohë. Shkolla profesionale pra në kategorinë juniors, por edhe shefat mirëfillt në kategorinë seniors, ku ndajshin çmime edhe medalje të një niveli shumë të arrier me një juri ndërkombëtare. Food Lovers erdhi si e gjitha ajo eksperjenca ime akumuluar dhe fituar në fush, në sektor, edhe pse shoqata e ushqimit dhe mirëqenies ishte ajo trampolina ime për të futur në botën e biznesit, për të sjell një formë akademie, por shumë më moderne, shumë më sociale, shumë më gjithëpërfshirëse, pra jo më e targetuar për profesionistët e sektorit, por për ata që janë vërtet food lovers. Duke qenë se unë e konsideroja veten dhe e konsideroj, tani them jam food lovers me patent, e konsideroja food lovers gjithmonë, doja të sillja një iniciativë, një koncept të ri, pra për ata që e gjenin veten në këtë lloj drejtimi siç unë e gjeja veten. Për të bërë kurse, nisa për të bërë kurse kuzhine, por të një niveli më të arrier, se sa thjesht hajde të mësoj një recetë, më duk shumë bazike kjo që unë do t'i ftoja zonjat dhe zotrinjt të niveleve të caktuara. Unë kam një target shumë të bukur, një audiencë shumë të bukur që vjen dhe merr pjesë në klasat tona, dhe nuk doja t'ju akufizoja që ato të vinin për një kurs thjesht gatimi, pra doja që kjo gjë të krijonte shumë më tepër vlerë. Dhe ushqimi të ishte ai katalizatori që ne na lidh, por përmes kësaj gjëne të shkëmbejmë ide, të shkëmbejmë network, të shkëmbejmë biznes, të njohim njëri tjetrin. Dhe post pandemisë kjo u pa edhe me shumë vlerë, sepse njerëzit filluan të kurren, të mbyllen në vetvete, kështu që kjo pjesa sociale u gjend në kohën e duhur për ta bërë bashkë nëpërmjet Food Lovers. Për të patur edhe një lloj klubi, që ti përfaqësohesh nga anëtarë të të njëjtave interesa.
Pra, vim, gëtuajmë, ne kemi gjithmonë një shef prezent, sipas tematikave që kemi anoncuar, bëjmë një kalendar mujor ku shpallim datat dhe temat që do të kemi, dhe mbi ato tema kemi edhe shefin përkatës. Grupi nga ana tjetër regjistrohet për klasën dhe për temën që ka interes, dhe gëtuajmë, mësojmë bashkë me shefin, pastaj konsumojmë ato çfarë kemi gëtuar, pastaj pjesa e networkut, bisedës, lirshmërisë që krijohet është një energji fantastike që unë them vetëm në Food Lovers mund të ndodhë. Kur të filloi kjo idea dhe kur ti përvesh e mengët apo shkove dhe e regjistrove dhe the Food Lovers është baby im tani dhe unë do rrit Food Lovers? Nisi nga ajo ideja që unë e kisha akademinë dhe funksionoja logjikisht, normalisht me kurset e përditshme, por doja që të sillja një gjë ndryshe, që s'ishte, një gjë që unë mund të merrja pjesë vetë, pa ju futur një kurs i kuzhinë të mirë fillt, dhe po thoja pse nuk e bëj unë që të ftoj dhe zonja apo dhe persona që kanë qef të gatuajnë, po të ky ambienti që kam. Atëherë kisha një ambient shumë modest, një godin që e kisha me qera, si që edhe sot jam me qera për një ambient tjetër, por nuk më mbinte shumë, a ishte ai ambienti i duhur për t'i ofruar një target grupi tjetër, sepse momentin që ti merr kuzhinjar për të mësuar këtë profil, mjafton që të kesh pajisjet industriale dhe çdo gjë që të nevojitet, po nuk është se ka shumë bukuri aty brenda. Pra janë pajisje industriale që nuk të ftojnë shumë të thuash, ok, shikon tenxherët i gan, po nuk do të krijoj ambienti që unë kam krijuar. Pikasa një nga ambientet që mua më rrinte më mirë kësaj filozofie, nevojite një kuzhinë e hapur, që të kishim interaktivitet, të ishte e bukur sigurisht, edhe në atë kohë gjeta një nga partnerët e mia, që është Anisa e Hoteli Liris apo e Serafina restorant që quaj në atë kohë, tani nuk është më. Dhe ja them këtë idenë që dua të bëj këtë gjën, si mendon që ta startojmë në këtë lloj forme, dhe që të bëja grupin e parë për vazhdimsinë. Pastaj paralelisht bisedova me një nga partnerët e mi, që i kam edhe sot partner, dhe mua kjo është një nga gjërat që unë vlerësoj në biznes, kur partneritetet janë afatgjata. Ishte Vanto Home, që është ka pajisje, në fakt kuzhinash, arredime kuzhinash, dhe aty e startova eventin tim të parë e bëra. E krijuam eventin e parë, një gjë shumë e bukur, patjetër, me një nga shefat që i ka vazhdoj t'i kem miq dhe bashkëpunëtor, me Fredin e Rapsodis, i cili ka ardhur dhe në Tiranë tani me atë gjithë specialitetet e tij gjejmë këtu. Dhe grupi u ndjej shumë mirë. Ju pëlqeu shumë ideja, u krijuai vibe-i se si ndodh realisht kjo gjë. Dhe në këtë lloj forme mua më dha mundësinë që ta shoh konkretisht, pra atë idenë që kisha ta shoh në realitet. Në këtë lloj forme fillova ti dopjoj, ti inicioj numrat e eventeve, ti publikoj në kohë, dhe bëm një grup pastaj që vijuam te Serafina, një ambient i këndshëm që ka pak a shumë të njëjtat ngjyra dhe nuanca që ka dhe Food Lovers, se kjo ishte ajo koncepti që mua më qëndroi shumë bukur. Dhe vijuam për 6 muaj një gjë e tillë, derisa ajo mori një lloj forme dhe mua më dha atë idenë, pra kjo gjë funksionon, ka jetë, gjeneron, se në fund ditës kjo është ajo gjëja që në fund të ditës ty të nevojitet përveç idesë bukur dhe se sa impact ka në treg, është ajo çështja sa e përkthen ti këto në para. Me të gjitha ato planet e mia, mendova që ka ardhur momenti që unë ta investoj ta marr këtë hap. Kaloi një periudhë testimi. Absolutisht, janë ato netot pa gjumë, është ajo koha ku ti mendon që unë mendoj që të hapurit një biznesi të ri është ajo faza e të rënit në dashuri për herë të parë ose me një person tjetër. Pra është sepse unë se kisha për herë të parë këtu, se kisha biznesi dytë që bëja, por ty të futet në mendje aq shumë sa ti je non-stop duke menduar si do ta sjell, ku do ta bëj, po ku do ishte location, po si do jetë programi, po kush do jetë njerëzit që do përfshi.
Pra ti gjithë kohës zjen, madje është era që po e artikuloj në këtë lloj forme që është fiksa ajo faza si kur ti bie në dashuri. Dhe në momentin që vendosa që unë do të bëj një investim, do të marr ambientin tim, kanë kaluar 24 orë që unë kam gjetur ambientin ku jam. Kur e sheh tani, prej 2023 deri tani, dhe shikon këto 3 vite, kush ka qenë një sfidë apo çfarë ka ndodhur diçka që ti mund të kesh edhe në atë momentin që do ta vazhdoj apo jo? Do jetë Food Lovers? Do marr vëmendjen time, energjinë time apo jo? Sfida e parë, para se të hapej, ishte çështja që unë aty hyra me një plan biznesi, sigurisht me një plan investimi, i cili i trefishoi parashikimet për të cilat ishte rënë dakord. Dhe kjo që një shkundje, po që është ajo pjesa që themi ti ke hyrë deti, të ke shkuar në mes dhe tani si të kthesh, si të vazhdosh, kostot aty janë. Dhe po sigurisht që më lëkundi mirë, sepse thesh okej, i hyra, po tani si doja dal. Se mirë që i hyra. Kështu që këtu pastaj hyn në lojë kredirat e gjërat të kësaj natyre, kisha aplikuar tek startupet dhe kisha të shumë shpresë që do ta fitoja një startup, se kisha një ide shumë të bukur, kisha një ide që ndihmonte drejt për drejt në zhvillimin e turizmit, promovimin e gastronomisë, produktit tonë, dhe thirrja ishte kishte shumë shanse që ta merja, por nuk e mora. Dhe kjo pastaj, se ti fillon dhe i bën ndoshta planet që thua mundem ta marrë, kam probabilitet për ta fituar. Por pastaj si doja bësh? Pastaj do kalosh tek plani tjetër, do drejtohesh tek banka. Por që një sfidë, sepse pas siguria ishte shumë e madhe. Ajo fakti që ti e kishe valutuar me mendjen tënde, por thash, ti e thua për gjatë kohës që e bën, ti e vërteton vërtet që a është kjo fitim prurse, a më gjeneron kjo mua, ja ka vlerëtur investimi apo jo. Gjë e cila biznesi në minimalisht në 3 vitet e para nuk ta jep. Sado që ka anë pozitive, sado që ty i merr dhe ato feedback-ët pozitive që ty t'japin atë forcën për ta vazhduar, por nga ana tjetër asgjë nuk është e sigurt. Dhe prandaj biznesi është gjithmonë risk. Dhe në qoftë se mendon rreth e qartë, ti the që marr këtë feedback-un pozitiv dhe ndihem e mbështetur, ka ndonjëri që të ka mbështetur pavarësisht të gjitha sfidave, apo dikush që kishte një pikpyetje të madhe dhe mbas edhe e ka ndarë me ty të ka thënë Ardeta, mendo edhe një herë. Ardeta, shumë bukur e ke bërë, po kjo nuk është biznes. Kështu e kanë thënë. Po, ty bravo të qoftë, se ke bërë një ide shumë të bukur, po biznes, si do e bësh ti këtë biznes? Ka familja nga rrethi shoqëror, Absolutisht familja, absolutisht familja ime. Rrethi shoqëror, unë them gjithmonë që grupi i parë i Food Lovers, ne jemi si familje me ato, ishin të gjitha zonja, në fakt, dhe janë gjitha mikeshat e mia. Grupi i parë i Food Lovers që është shumë vendimtar për mbarvajtjen, për atë që mua më dha forcë për ta vazhduar. Dhe ja kam thënë gjithmonë mikeshave të mia, se praktikisht i kam mikesha, që ju them faleminderit që ju u bët sebebi në sensin që më dhat atë sigurinë që po kjo gjë është e bukur dhe you should do it. Edhe ato ishin kanë qenë një mbështetje shumë e madhe, morale, që unë aty ta vazhdoja dhe mos kisha ato lëkundjet e mia. Ardita, Food Lovers të rinj, që nuk e kanë takuar akoma Food Loversin tënd, ku të gjejnë? Si të gjejnë? Më gjejnë te rruga Elbasanit, ngjitur me degën e Thesarit. Shërbimet, kemi disa lloj shërbimesh përveç cooking class që ne ofrojmë si eksperiencë kulinare, bëjmë dhe wine tasting që njerëzit të vinë, ndoshta nuk duan të gatuajnë, po duan të marrin një uri të tjera që ne verën e zbërthejmë në fakt, përveç se pijmë. Japim një informacion të detajuar, kemi sommelierin tonë që është gjithmonë që i ndjek ai pjesën e wine tasting, ku në të njëjtën kohë japim hapësirë dhe kantinave shqiptare të promovojnë produktet e tyre. Nëpërmjet këtij komuniteti që ne kemi ndërtuar,
Bëjmë evente për fëmijë shumë, që për të jam shumë krenare që kemi krijuar një aktivitet për fëmijët ku përveç se ato të vinë dhe të kalojnë një kohë, por edhe mësojnë dy gjëra, edhe i kapin gjërat me dorë se në shtëpinë shpesh herë nuk ja japin mundësinë që të bëhen me vaj, të bëhen me miell apo të krijojnë një lloj gjëje, sepse unë jam vetë prind dhe e di që në shtëpi është pak e vështirë që të merresh. Dhe si mund të lënë ata një takim? Food Lovers Albania në Instagram, janë kontaktet tona, mundet që të telefonojnë dhe të marrë një informacion paraprak, ndërsa në ambient mund të vinë gjithë kohës, sepse ajo është ambienti im i zyrës. Bukur. Unë jam aty non-stop. Okej, bukur. Pra të gjithë ata që janë kurioz, ose në faqen e Instagramit, ose direkt të telefonojnë Ardetën dhe të shkojnë ta vizitojnë atë. Ka diçka tjetër, një pikë të fortë apo një thesar tjetër të Ardetës që neve nuk e kemi thënë, që mbase për audiencën do ishte e rëndësishme? Mendoj që një nga ato gjëra që unë ja atriboj suksesit në këtë rast është këmbgulja. Është një element pa të cilin unë s'do e kisha zhvilluar dot këtë lloj gjëje dhe besoj që çdo sipërmarrës duhet ta ketë, sepse momente për të hequr dorë ka pafund. Çdo ditë. Lëkundje, mëdyshje, pikpyetje, pafund. Por fakti që pra ajo çfarë bën një sukses, një biznes mendoj të suksesshëm ose jo, është se sa ke ti durimin dhe konsistencën në atë gjën që ke nisur, për të mos u dorëzuar. Faleminderit për hapësirën, për suportin, në të gjitha format që na ka rënë të bashkëpunojmë edhe të jemi, kështu që më shumë njerëz si ty jetona. Faleminderit Ardeta, edhe më shumë njerëz si ty. Shumë kënaqësi, shumë kënaqësi. Faleminderit.